Mbështetja ndaj gjyqësorit është detyrim kushtetues, jo zgjedhje dhe as trajtimi privilegjuar. Kështu shpreh kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi, i cili ngriti çështjen e stokut masiv të dosjeve që kanë kapluar gjykatat e të gjitha shkallëve. Drejtësia që vonon rrezikon të kthehet në padrejtësi. Sistemi gjyqësor përballet me një ngarkesë të lartë dhe me një stok çështjesh të prapambetura. Kjo sill vonesa që nuk janë vetëm çështje statistike. Janë qytetarë që presin, janë çështje që zvarritën dhe marrëdhënie juridike që mbeten pezu. Prandaj kërkohet menaxhim, disiplinë dhe përparësi të qarta. Problematik për ministrin e drejtësisë Besfort Lamallari është numri i lartë i të paraburgosurve. Për fat keq, Shqipëria vazhdon të mbajë një nga përqindjet më të larta të paraburgimit në Evropë. Mbi gjysma e personave që ndodhen në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale sot në vendin tonë janë ende pa një vendim të formës së prerë. Ky realitet tregon mungesë alternativash efektive, hezitim në vendimarrje dhe një kulturë gjyqësore që në shumë raste zgjedh rrugën më të lehtë dhe jo domosdoshmërisht më të drejtën. Ai cënon të drejtat e njeriut dhe gërryen besimin e qytetarit tek drejtësia. Siguria dhe zvarritjet procedurale janë një ngërç i madh i sistemit gjyqësor, tha kreu i shtetit Bajram Begaj. Vrasja tragjike e gjyqtarit Astrid Kalaja në tetor të vitit kaluar është një këmban alarmi për të gjithë ne, institucionet dhe shoqërinë shqiptare. Siguria e jetës dhe dinjiteti juaj nuk është privilegj, por kusht për ekzistencën e shtetit të së drejtës. Këto deklarata krerët e institucioneve të vendit i bën në ceremoninë e pavarësisë së drejtësisë dhe besimit publik, parime që sipas tyre duhet të shërbejnë si busull udhëheqëse e të gjithë sistemit tonë gjyqësor.